Unë normalisht pres që Interi kualifikohet në finale dhe Interi fiton Championsin krejt si vjetë. Gjasat normalisht që janë se Interi rasisht s'ka ardhur në gjysmë finale. Për jashtë të 3 lojtë e fundit që nuk është në formën e saj edhe ka lodhje të lojtarët edhe disa lëndime që i pat. Normal unë e favorizoj Interin, du me kon Interi, ama edhe Barcelona mundet me fitu, po normalisht unë besoj që son të maksimumi barazim. Po të me marë parasysh që Interi ka lujtë çdo 3 ditë në 3 kompeticione. Në Kupë të Italisë normalisht u eliminu para 3-4 dite. Në luftën për skudeta normalisht është halo matematika e lejen. Kena kualitet, kena trajner, lojtari kryesor, normalisht kapiteni Lautaro. Sinqerisht nuk e këshyri Barcelona, nuk e di që kanë full për Yamalin edhe për Rafinhën nëse s'gaboj. E di që këta dy janë lojtarët kryesor, po besoj që edhe mbrojtja ka me kon nivelin e duhur sonte edhe normalisht ka kualitet edhe Barcelona, po sinqerisht besoj që Interi kualifikohet. Qysh tek nuk e di, po Interi kualifikohet në finale. Normalisht na si Interklub Kosova bojnë organizime për çdo derbi, për çdo lojtë madhe. Normalisht kena tifoz edhe prej Kosovës që janë sonte në Barcelona atje ku është u lujt, ku ka me u lujt loja, edhe për kur lojna në Giuseppe Meazza, si Interklub Kosovë jena dikon 40 deri në 50 antarë që kena me shku me po Interin live. Një përësi për fond për fansat e Barcelonës, që kështë thonë? Shme vitin tjetër, që me po. Shënjestër.net